Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonte kemi të ftuar Ahmet Pllonën, poet, shkrimtar, po ashtu edhe publicist. Do të diskutojmë lidhur me kulturën, letërsinë e në veçantë edhe për letërsinë për fëmijë, e cila duket që pakso ka çaluar. Përshëndetje zoti Pllona, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Në një kohë të dinamizmit, në një kohë të teknologjisë, ku poezia dal nga dal po kalon në rrjetet sociale përpos asaj në libra, po ashtu palën anash edhe evenimente të ndryshme kulturore. Sa po zhvillohet kjo krijimtari letrare në përgjithësinë e vendit tonë? Krijimtaria letrare në vendin tonë është në një hap të zhvillimit dhe mund të themi se ka përparime në këtë drejtim dhe është mase e dukshme dhe me aktivitetet që zhvillohen në këtë drejtim, sa i përket letërsisë. Për shembull ka shumë mbahen promovimet librave, mbahen orë letrare, mbahen edhe takime dhe manifestime të tjera poetike. Kështu që mirë po, si e thatë edhe ju, sidomos në veçanti, poezia për fëmijë paksa ka ngjitur, sepse më shumë i është kushtuar rëndësi poezisë për të rritur, si edhe prozës, domethënë romanit dhe tregimeve, ku tregimet të ndryshme një autor i boton në një libër. Jeni pjesëmarrës i shumë aktiviteteve kulturore, pothuajse në çdo komunë të Kosovës mbahen manifestime kulturore me thekseve çant edhe atë letrare. Çfarë trajtohet në këto aktivitete të cilat merrni një pjesë jo? Çfarë tema diskutohen dhe çka shihet në këto? Sa po mundet të ngjallin elanin ose motivin për të lexuar? Është vërtet kjo, si thoni ju, se mbahen shumë manifestime letrare në të gjitha qytetet e Kosovës, gjithashtu edhe në të Shqipërisë. Mirë po, në këto manifestime ka kryesisht orë letrare, po ka, do thot, ku lexohen poezitë dhe krijimet letrare, por ka edhe promovime të librave, të cilët autorët i botojnë dhe me pas bëjnë promovimin qoftë në për shtëpitë të kulturës apo qendrat të kulturës, dhe kështu vërtet krijohet një gjallëri dhe një atmosferë shumë e mirë në ato promovime ku marrin pjesë krijues dhe poetë të ndryshëm. Sa i përket kësaj çështje aktiviteteve letrare, ka edhe tribuna dhe tryeza të ndryshme me tema të ndryshme, që janë të fokusuara në krijimtarinë letrare. Sa zgjon interes këtu për publikun e veçantë për njerëzit e letrave? Po, interesim ka sidomos për krijuesit letrar, për poetët, shkrimtarët, mirë po ka interesim edhe për lexuesit dhe qytetarët e ndryshëm të cilët e duan kulturën. Dhe vërtet, unë shpesh kam hasur kur një person nuk merret fare me krijimtari letrare, por merr pjesë në promovim të librit. Gjë që është shumë e mirë. Gjithashtu edhe në orë letrare merr pjesë edhe pse ai vetë nuk shkruan, por ka dëshirë të dëgjojë poezitë, sepse e don poezinë dhe e ndjen poezinë. Sa po mbështeten nga institucionet lokale dhe qendrore aktivitetet kulturore?
të them sinqerisht, sa i përket përkrahjes së aktiviteteve kulturore, ndonjëherë përkrahen nga komunat, ndonjëherë edhe nga Ministria e Kulturës. Mirë po, nuk është në nivelin e duhur, në nivelin e mjaftueshëm, për shkak se nuk e di, unë edhe nuk e kuptoj përse nuk përkrahen. Për shembull, shumë aktivitete mbahen, domethënë organizatori e bën aktivitetin, e zhvillon aktivitetin me mjetet e veta. Edhe kështu që do të ishte mirë dhe do të duhej që komunat më shumë të përkrahin aktivitetet kulturore e letrare, por gjithashtu edhe Ministria e Kulturës. Qoftë në manifestimet të ndryshme, takimet poetike, po qoftë edhe në botimin e librave, sepse autorët po kanë vështirësi të botojnë libra me mjetet e tyre. Kështu që do të ishte mirë dhe është mëse domosdoshme që komunat të ndihmojnë poetët, të ndihmojnë krijuesit letrar në botimin e librave, sepse çdo komunë ka drejtorinë për kulturë, rini dhe sport, dhe e kanë fondin e vetë, dhe pse mos përkrahen, sepse kanë mjete dhe botimi i librit ka një rëndësi shumë të madhe. Zoti Plana, tek ndihmesa institucionale, tek libri, tek autorët e librit, cilat janë komponente të cilat ndihmojnë ose përkrahen financiarisht. Lexohet nga ndonjë juri libre, përzgjedhen ky libër duhet të financohet, apo shkon në një formë të tjetër që filan fiseku duhet që përkrahen librat. Po, agjësi, unë mendoj kështu që sa i përket përkrahjes botimit të librave nga krijuesit letrar, do të duhej edhe të kishte kritere pak a shumë, por jo për shembull të përkrahen disa që kanë një emër të njohur, kurse të tjerët mos të përkrahen. Kjo nuk është e mirë dhe nuk është e drejtë, që duhet edhe ata fillestarët të përkrahen, sepse më pas një kohe ata mund të jenë poetë shumë të mirë, mund të jenë shkrimtarë shumë të mirë, dhe u japin impuls atyre që të krijojnë më shumë, që të krijojnë edhe më shkrime cilësore. Kthehem te krijimtaria juaj letrare, duket që s'po ndalni fatbarësisht është kështu. Çfarë po shkruar? Çfarë ka shkruar në kohët e fundit zotëri Ahmet Plana? Të them të drejtën, unë shkruaj vazhdimisht, nuk ndalem, dhe kam botuar deri më tani 12 libra, prej tyre 8 me poezi për të rritur, 3 libra kam botuar me vjersha për fëmijë, kurse një libër me tregime. Po vazhdoj prap, edhe tani jam duke shkruar, në 3 romane të cilat që të trijat më vjen keq ta them, por duhet ta them, i kam në gjysmë të rrugës, do thotë nuk i kam të përfunduara, por jam duke punuar tani aktualisht, jam duke punuar në mënyrë aktive në këto 3 romane dhe shpresoj që s'pakut këtë vit një roman të botohet. Të shkruash poezi, të shkruash prozë dhe të shkruash, ta themi, poezi për fëmijë, ndallojnë. Duhet të ketë çështje të ndryshme, duhet të ketë perceptime të ndryshme në të shkruar, forma, narracioni, çdo gjë e tjera. Cila është poezia e juaj për të rritur, e cila keni numër më të madh të përmbledhjeve poetike, dhe sa është e pëlqyer nga ardarësit, po ashtu edhe ju si poet sa jeni i kënaqur me këtë poezi. Çfarë dallon poezinë e juaj nga poetët e tjerë?
që të identifikohet me autorin poezia që kur lexohet të dihet që është poezia Ahmet Pllaunës, si në stil, si në figuracion edhe në elementet e tjera të poezisë. Po, vërtet, unë e kam krijuar atë stilin tim të shkruarit dhe mund të them lirisht se vërehet që është poezia ime. Unë shkruaj jo shumë me simbolika dhe me metafora, por shkruaj ato kanë metafora, kanë simbolika, mirë po jo e tërë poezia të mbështillet me ato dhe mos të kuptohet fare. Më thonë, qëllimi im është që lexuesi s'paku ta kuptoj se çfarë kam dashur të them, ta kuptoj mesazhin e asaj poezie. Edhe më duhet në këtë rast ta them se një kritik letrar më ka thënë se poezitë tua janë edukative. Do të thonë, gjithmonë në një poezi e them një mesazh, por gjithmonë që e përshkruan një kulturë dhe që e përshkruan një edukat, një këshill, se si njeriu duhet të sillet, se si njeriu duhet që të anoj ka e mira, ta përqafoj të mirën, të më thonë, edhe të ikë nga e keqja. Sepse ne vetëm kështu zhvillohemi dhe vetëm kështu ecim përpara si shoqëri. Nuk mund ne të jemi indiferent ndaj të këqijave që ndodhin në shoqëri, për arsye se ne kemi obligim dhe krijuesit kanë obligim që përmes krijimeve të tyre letrare të ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë, të ndikojnë në kulturën e shoqërisë, sepse libri është ai i cili secili njeriu atë që e lexon i jep të kuptoj shumë gjëra, i jep të kuptoj se e mira duhet përkrahet kurse e keqja duhet të largohet. Ku qëndron lexuesi gjatë shkrimit të poezive të juaja? E shkruani poezinë nga ajo që frymëzohej, nga ajo që merr një motiv, edhe shkruani me tematika të ndryshme, apo gjatë shkrimit mendohet edhe lexuesi që ndoshta këtë poezi kështu duhet ta kupton? Ku qëndron kjo në mes shkrimit të një poezie që shkruan shpeshherë autorë shkruan nga brendësia vet për të paraqitur artin e tij në fjalë, po ashtu shpeshherë ka edhe poet që shkruajnë për lexuesin, që mundohet t'ja bart ose përmes titujve, ose përmes fjalëve, ose përmes kohës, t'ja bart që të pëlqen lexuesi. Ku gjendet këtu Ahmet Pllauna? Po, unë e thash një herë, por po e them prapë. Unë nuk shkruaj kot, nuk shkruaj vetëm sa për të thënë, nuk shkruaj vetëm sa për të bërë një poezi dhe që nuk ka asnjë kuptim. Në atë mënyrë nuk shkruaj dhe nuk dua të shkruaj, sepse i kam thënë vetes, unë dua të shkruaj një poezi, por ajo poezi duhet ta ketë një mesazh të qartë, dhe që nga ajo poezi të mësoj diçka. Lexuesi, të mësoj diçka, dhe jo për shembull poezi përshkruese dhe nuk ka thënë asgjë. Poezisë përshkruese unë bile nga njëherë ndoshta mos e teproj pak, po them se ato janë më shumë prozë se sa poezi, sepse proza rrëfen, kurse poezia nuk rrëfen. Po megjithatë duhet ta ketë qartësinë dhe duhet ta ketë mesazhin e vet çdo poezi. Zoti Pllauna, element tjetër është që sot e thash edhe në fillim të bisedës, po ballafaqohem me teknologjinë, me një jetë më dinamike që më herët. Tani, sa po lexohet poezia, në veçanti poezia juaj, sa po kushtojnë kohë kulturës, leximit, të rinjit dhe të rriturit në kuptimin dhe pranimin e vlerave etike që i dëmënon arti. Po, tani teknologjia ka arritur nivelin më të lartë të zhvillimit të saj dhe kjo ka bërë që edhe të ndryshojnë gjërat. Do të thonë, përpara ka qenë libri, ke marrë, ke lexuar, por tani njerëzit lexojnë në telefon, lexojnë në kompjuter, kështu që
leximi vazhdon, bëhet leximi edhe sot. Mirë po, teknologjia e ka bërë atë vetën, si thuhet, dhe ka bërë ndryshime, kështu që për fat keq libri më pak lexohet. Libri do të thotë i botuar në letër. Mirë po, kështu unë kam një poezi atje ku thuhet se shpresoj se edhe me ndrimin e kohës, me ndryshimin e gjërave, edhe zhvillimin e teknologjisë, prapë të lexohet poezia. Dhe kështu që kjo është ajo. Tash për shembull, ne ju e dini, tani nuk kemi gazetë ditore, fare. Kjo ka bërë teknologjia, këtë ka bërë, sepse nuk blen askush gazetë, sepse lajmet e ditës i lexon në telefon mobil, kështu që ndryshojnë gjërat. Të ndalëm pak tek poezia për fëmijë. E thash edhe në fillim të bisedës, duket që ka qaluar së shkruari poezia për fëmijë, e ndoshta ka nevojë më së shumti që brezave të rinj t'i ofrojmë vlera morale, njerëzore, edukative, që të rriten me këto vlera, me këto atribute njerëzore. Cila është poezia për fëmijë e zotërit Ahmet Pllana? Poezia për fëmijë më vjen keq ta them, por duhet ta them realitetin. Pak janë shkrimtarë që merren me poezi për fëmijë. Dhe poezia për fëmijë nuk do të duhet të lihej anash. Ajo duhet të vazhdoj rrugtimin që të ketë më shumë shkrimtarë të drejtohen ka poezia për fëmijë, se fëmijët tonë kanë nevojë për poezi për fëmijë. Kështu që unë i kam 3 libra të botuara me vjersha për fëmijë. Njëra është Hëna fle mbi antenë, pastaj është libri Kitara e buzëqeshjeve dhe së fundi libri me vjersha për fëmijë me titull Mrika. Të gjitha këto të trija janë përkrahur mirë nga fëmijët, por edhe nga kritika letrare, sepse aty ka, domethënë, vjersh ka bukuri, ka art, po janë modeste, ta them, do të thotë, janë të shkruara nërgut për fëmijët dhe janë të kuptueshme që të gjitha. Ato vjersha fëmiju kur e lexon gjen kënaqësi, sepse ka rim, kanë atë muzikalitetin e vet, edhe kanë një mesazh që tregojnë sidomos e kam ato vjershat për familjen të afërmit, për natyrën, për gjeografinë e vendit. Kam në librin e fundit te Mrika e kam vjersha për lument, për liçenet, për bjeshkët, për shpellat, për të më thënë të gjitha që janë të rëndësishme për t'i njohur dhe janë në aspektin e diturisë, do të thonë fëmijët ta kuptojnë përmes vjershave, ta kuptojnë edhe vendin e vet, ta njohin sa më mirë. Zoti Pllana, sa është e vështirë për një poet, sepse në shikim të parë ndoshta duket e lehtë një poezi për fëmijë, por nuk është bashkë ashtu, për faktin se sa është e vështirë të shkruash poezi, të hysh në botën fëmijërore, të lëndron nëpër ëndrat e tij, dëshirat e tij dhe t'i kthen në varg që të pëlqejnë këto. Po është edhe e vështirë, nuk është e lehtë. Dikush mendon të shkruash për fëmijë është e lehtë, por nuk është e lehtë. Për fëmijë përkundrazi është më e vështirë, sepse poeti duhet të hyjë në botën e fëmijëve. Po nuk hyri në botën e fëmijëve, ai kote ka. Do të thotë nuk e arrin atë efektin e të shkruarit për fëmijë. Kjo është ajo që fëmijët kanë imagjinat. Interesant është se fëmijët janë shumë të pastër, të qiltër, ata nuk dinë urrejtje, fëmijët janë
të dashur dhe ne për fëmijët do të bëjmë çmos. Që të kemi krijime më shumë, sa më shumë libra, por që të jenë ato poezi të nivelit, më thanë, të fëmijëve, jo të jenë të nivelit të pjekurisë, nuk është qëllimi të shkruhet në atë mënyrën, si thuhet, të pjekurisë së lartëve, sikurse për të rriturit, por ato do të jenë të thjeshta, të kuptueshme dhe shumë të lezetshme kur fëmijëve lexon. Koha si për të rritur ashtu edhe për të fëmijë. Për fëmijë ka ndryshuar. Lojrat ka ndryshuar, edhe ëndrat pa dyshim që ka ndryshuar në atë formën e kërkimit të diçkat. Sa keni mundur të kapni ëndrat, lojrat, aktivitetet, botën, imagjinatën e fëmijët në poezitë e juaja. Sa ka ndryshuar poezia nga një kohë në kohën tjetër, në kohën e sotme, në kohën moderne, që është një fëmijë më ndryshe se para, ta themi, 20 vitesh. E vërtet. Unë për shembull e kam një vjersh ku shkruan fëmijët udhtojnë me minibus. Do thotë shkojnë në shkollë me minibus, nuk shkojnë më në këmbë si përpara, në për rrugë për plot baltë, me rrugë me gropa e tjera. Mirë, po tani shkojnë për mrekulli, hypin, do të thotë, në minibus, aty afër shtëpisë, dhe shkojnë deri te shkolla me te, pastaj posa të mbarojnë mësimin, ata kthehen po me të njëjtin automjet, edhe fëmijët nuk lodhen, fëmijët kanë kënaqësinë të udhtojnë me atë mjet. Kështu që, domethënë, unë kam bërë vjersha që ecën në hap me kohën. Për shembull, diku ne kam një vjersh atje për fëmijë, babi im ka vetur, por ai e ngjet ngadalë, jo me shpejtësi, si në rrugë, si në tunel, si kudo. Kështu që jam munduar që të ecë në hap me kohën dhe të shkruaj vjersha të cilat i ka sjell koha, për shembull veturën ose telefonin, për shembull Ana me telefon. Ajo i ka 3 vjet, por ja me telefon luan edhe din të gjej lojra aty edhe. Cila është vargu, cila kanë rim këto poezi për fëmijë, sepse kanë ritëm, sepse fëmija dën në një formë muzikaliteti edhe vargun. Si dominon kjo frymë ndërtimit të poezisë, tek poezitë e juaja për fëmijë? Po kjo poezia, domethënë, ndikon pozitivisht fëmijët kur i lexojnë këtë poezi, e ndjen një kënaqësi, e ndjen veten të lumtur, sepse kur në atë poezi e gjen veten, i duket se është vet aty. E kështu që me vërtet vjershat për fëmijë janë të mrekullueshme, janë të botës së fëmijëve, janë të imagjinatës së fëmijëve, sepse fëmijët kanë shumë imagjinatë. Për shembull, një fëmijë që vjen nga fshati në qytet, edhe thot për pallatet. Thot, a janë rrit këto pallatet? Domethënë, ai mendon se kanë qenë vogla dhe janë rrit, siç rritet njeriu. Por këto janë imagjinata të fëmijët. Ose për shembull, e ndëgjojmë shpesh kur thonë e ndezi veturën, e ndezi autobusin, e ndezi traktorin, edhe një ditë një fëmijë e pyet, thot, e kali si ndizet? Kështu që kjo është imagjinata e fëmijëve. Edhe përgjigja e babait të tij ishte, kali ndizet kur me atë kamxhikun e mëson pak. Mirë, po, domethënë, imagjinata e fëmijëve është shumë e madhe. Është shumë, kështu që madje
as të rriturët nuk din të bëjnë ato imagjinata çfarë i kanë fëmijët. Shumë herë din të befasojnë. Po, shumë herë din edhe të befasojnë, e vërtet. Kështu që për të poeti duhet të bëhet fëmijë, duhet të futet në botën e fëmijëve. Për ndryshe nuk do t'ja arrijë që të bëj poezi për fëmijë. Zoti Pllano, dolëm pak so nga krijimtaria juaj edhe nëpër shkolla, pothuajse tani ka libra, ka lektyra, ka literatura të ndryshme. A ka ardhur koha nga institucionet vendore, si ato arsimuar dhe kulturore, që të rishikohen këto libra nëpër biblioteka dhe t'ju ofrohet tamam poezi, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, për moshën edhe kohën të cilët po jetojnë fëmijët tonë. Po, e vërtet është që ka ardhur koha të shikohen dhe rishikohen librat që botohen dhe dalen nëpër biblioteka të shkollave të qytetit e tjera, qoftë edhe nëpër shtëpi, sepse është interesant ta them, por duhet ta them, sepse tani është dhënë mundësia që si kushdo që don të shkruajë një libër. Ka vlera apo nuk ka, dhe ai e boton. Ja arrin sepse ka para, ka. Mirë po me vërtet duhet të bëhet një seleksionim dhe ato libra që janë me vlerë, libra të shkruara në nivel të duhur, libra të merituar, të dalen në bibliotekë, të dalen nëpër shkolla, nëpër shtëpi e tjera. Ndërsa disa të tjera po që janë pa vlerë dhe i shpërndajnë, po megjithatë unë e them se koha do të bëj këtë vlerësim, edhe do të vijë koha që për shembull librat që janë të shkruara në nivel të duhur, artistike, letrar, ato do të mbesin dhe do të vlerësohen, qoftë nga juria, qoftë nga komisionet e ndryshme që bëjnë vlerësimin e librave. E tha që jeni duke shkruar në prozë. Po. A kishim mundur për shikuesit tonë të na tregoni cila është tematika e shkrimit në prozë dhe çfarë po trajtohet në librat e juaj? Po, të them kështu, librat që i shkruaj tani, që thash edhe në fillim, i kam 3 romane ndërshkrim dhe jam duke punuar në to, shkruaj për më shumë kanë tematika janë sociale, do të thonë shoqërore, marrëdhëniet e njerëzve, këto janë gjëra që ndikojnë edhe kanë një rëndësi të veçantë për arsye se edhe këto libra kanë mesazh dhe kanë këshilla se si duhet të shkojmë ka e mira dhe të largohemi nga e keqja. Ku po gjeni veten më të lirë, më motivues, më frymëzues, tek proza apo te poezia juaj? Po, për shembull, ta them kështu, unë kam shkruar gjithmonë poezi. Edhe e kam dashur dhe dua poezinë. Mirë po fillova kështu si pak ta them si rastësisht të shkruaj ndonjë tregim dhe i dërgova në gazetën nacional që botohet në Tiranë dhe ajo gazetë mi botoi ato tregime. Një pas një u bën shumë dhe pastaj një mik imi më dha idenë që të marrë të gjitha ato tregime dhe ta bëj një libër. Dhe e bëra dhe ka titullin Jeta i takon atij që fal. Pak është titull i gjatë, por e kam lënë me qëllim që lexuesi menjëherë ta kuptoj çka është esenca e këtij libri. Dhe e tërë esenca është të falja. Njeriu do të falë. Kështu
fillova të shkruaj edhe prozë, por është ndoshta interesante ta them se miru për krah dhe u përqafua edhe proza nga unë. Çuditërisht një poet më tha një ditë ti shkruan më bukur prozë se poezi, por megjithatë edhe poezinë nuk mund ta le dhe dua shumë, por po mendohem që edhe në prozë të shkruaj diçka, edhe të le diçka, kështu që besoj që do t'ja arrij. Kur pritet të ketë lexuesin në dorë këto romane që jeni duke i shkruar, janë në dorëshkrim? Po, shpresoj deri ka fundi i vitit. Shpresoj kështu. Deri në vjesht do të thotë. Nuk kam edhe shumë i kam të afërsisht gati të përfunduara, i kam mbi gjysmën, domethënë, ashtu siç e kam menduar, dhe ato do të kenë 150-180 faqe, jo më shumë. Kështu që shpresoj që deri në shtator-tetor të botohet. Zoti Plana, dhe për fund, sa po mundi të përcjellni shkrimet, krijimtarinë letrare të kohës, sa po është në rrjedha të kohës dhe sa po i plotëson boshllëqet letrare, kulturore, kjo krijimtari në përgjithësi e poetëve dhe prozatorëve në Kosovë? Me këtë rast dua të them se kohët e fundit ose 3-4 vitet e fundit, fatmirësisht poezia, por edhe proza që krijohet në Kosovë ka filluar të përkthehet dhe t'i kaloj kufit, domethënë jashtë vendit, kështu që kanë filluar të botohen poezi dhe tregime dhe proza në gjuhë të ndryshme, madje në shtetet evropiane, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe këndej nga Azia, kështu që ka filluar të përhapen. Përndryshe, kultura dhe krijimtaria e një populli njihet nëse përkthehet. Nëse nuk përkthehet, ajo mbetet vetëm brenda, kështu që nuk e arrin atë nivelin që kërkohet për të ditur se një popull ka një art dhe ka një kulturë. Zoti Plana, faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.